Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama, që ndër të tjera etiketoi këtë të diel qytetarët që protestojnë ditët e fundit si deliran. Sipas Berishës, Rama nuk e përdori daljen e tij publike për të sqaruar shqetësimet që lidhen me investimin e planifikuar në Zvërnec, por për të kërcënuar, përshmuar dhe sulmuar mijëra qytetarë që po kërkojnë ndërheqjen e tij. Edi Rama përdori sot monologën e mashtrimeve të tij të zdjeles për sulmuar, kërcënuar, për çmuar dhjetra mijëra qytetarë që prej një jave protestojnë në protestat më të fuqishme kundër Edi Ramës, kërkojnë dorëheqjen e tij, kërkojnë anullimin e vendimeve të tij, të cilat janë një kërcënim madhor për mjedisin në Shqipëri dhe prishin përfundimisht klimën e investimeve në vend. Monologun e tij nuk tha një fjalë të vetme, sepse Edi Rama firmosi lejen e zhvillimit në kundërshtim me ligjin, në prani të konflikteve gjyqësore midis palëve për pronën. Nuk tha një fjalë të vetme, nëse ai në detyrim madhor të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian që rrjedhin nga direktiva Natyra 2000, ka bërë aty një vlerësim të përshtatshëm, ka bërë aty një vlerësim strategjik, ka bërë një vlerësim mjedisor për të gjithë këte projekt. Përkundrazi, u tha mediave ndërkombëtare se nuk ekziston projekt. Nga ana tjetër, nuk mund të miratohet kur leja e zhvillimit pa një projekt apo të paktën një projekt ide. Mëtej, Berisha u shpreh se monologu i kësaj të diele ishte mashtrimi i radhës, por sipas tij kësaj here u karakterizua nga një cinizëm i pashembullt, arrogancë e papërmbajtur ndaj qytetarëve dhe të rinjve në protestë.